Përshëndetje. Sot do t'ju tregoj se si mund të lidhni një llampë në rrjetin elektrik. Para se të filloj videon, duhet t'u këshilloj që para se të bëni veprime në korrent, duhet të uli siguresën, ose relen që i thoni. Mos e harroni kur këtë. Përse du të luqa përsëri, që të ndikni video me kujdes, të ndikni veprimet hapasapi, se si mund ta lidhni kabli me portollan. Okej. Le të fillojmë videon. Këto janë gjëra shumë të thjeshta. Edhe unë do përpiqem që të bëj sa më të shkurtra videot. Për të kuptueshme, që të keni mundësinë në fjalë të përvetësoni mirë. Kjo është e lidhja. Të njëjtën gjë do bëni edhe tek nëse nxirrni një llamp në tavan, fjala vjen, ose për nxjerrni një dritë me kabull gjatë për ta përdorur për punime të ndryshme. Lidhja është e një lloji. Dhe i kaloni këto me fjalë këtu se këto mbajnë dhe peshë kur i vjen tavan. E kështu. Nuk e di se duket mirë apo jo. Ja ta provojmë. Ti vjen një llampë. Mirë, kjo është video. Ju falenderoj për shikimin. Edhe miru pafshim në videon tjetër. Qofshi mirë.